Po në Kosovë, shoqëria civile dhe bizneset kanë kundërshtuar ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ata tërheqin vërejtjen se kjo ndikon në sektorin prodhues dhe në tërheqjen e investimeve të huaja, që vlerësohen shumë të rëndësishme për mëkëmjen ekonomike të vendit më të varfër në Evropë. Ata paralajmëruan edhe marrjen e masave të ndryshme për të kundërshtuar këtë rritje. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonard Sheu. Në Kosovë çmimi i energjisë elektrike gjatë 2 muajve të fundit është rritur për rreth 10%. Zyrtar të zyrës të regulatorit të energjisë thonë se kjo rritje vjen si pasojë e mungesës së energjisë elektrike në vend për shkak të shpërthimit të 3 muajve më parë në termocentralin Kosova A, ku si pasojë një pjesë e energjisë elektrike është duke importuar nga vendet fqinje. Por organizatet e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të zhbërë këtë vendim, që sipas tyre do të ndikojnë në gjendjen edhe ashtu të rënd të popullsisë. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme sindikale kanë paralajmëruar protesta, dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese e deri te thirrjet për mospagesë të energjisë elektrike nga qytetarët në rast se çmimi nuk ndryshohet deri të premten më datë 12 shtator. Visa Razemi nga konsorciumi i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë KOSID thotë se arsyet e rritjes së çmimit të energjisë janë të paarsyeshme dhe jo profesionale. Ai thotë se keq menaxhimi dhe dështimi i qeverisë dhe operatorëve energjetik po i ngarkohet qytetarit. Është kërkuar që rritja të arsyetohet si pasojë e eksplodimeve në Kosovën A, për të cilën ne kemi kërkuar që në asnjë mënyrë mos të ngarkohen qytetarët e Kosovës për ato dështime të cilat kanë ndodhur në Kosovën A si pasojë e shpërtimit të elektrolizës. Ndërsa arsyeshmëria tjetër është e fakti jonë që ne kemi kundërshtuar sepse kjo rritje e tillë po thellon edhe më shumë krizën e qytetarëve të Republikës Kosovës me shtrejtimin tjetër i cili ndodhi hiç më shumë se 2 muaj nga shtrejtimi i kaluar. Dhe për më tutje, qytetarët e Kosovës do të gjenden në situata të papërballueshme dhe jo të favorshme në këtë aspekt, sepse nuk do të jetë vetëm çmimi i energjisë elektrike të cilën ata do ta paguajnë më shumë, mirë po kjo rritje do të ketë efekt zinxhiror dhe do të jetë rritje sistematike e të gjitha produkteve. Zoti Azemi thotë se kjo rritje vjen si pasojë e privatizimit të rrjetit të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike. Kontrata për shitjen e distribucionit dhe anekset e saj mbahen larg opinionit dhe larg qytetarëve, për çfarë ne nuk dimë se çfarë përmbajnë ato. Ne nuk dimë se si dhe ku e blen keci rrymën elektrike të cilën e importon atë për të mbuluar vakumin energjetik në vend. Mirë po nuk dihet as plani investiv i tyre për të cilën kontrata thotë se KEC do të investojë 300 milionë euro brenda afatit 15 vitesh për të ulur humbjet teknike dhe ato komerciale. Sfundmi kem pa që KEC është fokusuar 100% në uljen e humbjeve komerciale dhe nuk po bën asgjë për të evituar humbjet teknike ose për të investuar në rrjet mënyrë që energjia e prodhuar të shkojë deri tek qytetarët. Ai paralajmëron forma të ndryshme të kundërshtimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Edhe përfaqësuesit e bizneseve kanë shprehur shqetësimin për rritjen e çmimit të energjisë, që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjeliu, ndikon në gjendjen ekonomike dhe sociale të vendit. Nga dimensioni do të thotë ekonomik është një dukuri tjetër që prodhimet vendore do të jenë të pamundura të jenë konkurruese në tregun vendor dhe tregun ndërkombëtar për hir të kësaj ngritje dhe tëra kjo kuptohet që do të reflektojë në formë zinxhirore edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve tjera që janë ngushtë të lidhura me do të thotë çmimin e rrymës elektrike dhe nga dimensioni social është vërtet një hap mjaft i ngushtshëm dhe shqetësues. Nga vetë fakti që kemi një shkallë të papunësisë kaq të lartë, nga vetë fakti që kemi një varfëri ekstreme ku një pjesë dërmuese qytetarëve jeton me 93 cent ose pjesa dërmuese me 1,53 cent brenda ditës, dhe nga vetë fakti që e kemi një trend ramës të investimeve të huaja direkte, është diçka vërtet që mund të oscilojë ose mund ta rrezikojë edhe më tepër bombën e kurdisur sociale në Kosovë, që është vërtet e stërngarkuar. Zoti Gërgjaliu thotë se kjo do të ndikojë edhe te investitorët e huaj. Edhe sindikalistët tërheqin vërejtjen se rritja e çmimit të energjisë elektrike bashkë me rritjen e çmimeve të madrave të tjera të domosdoshme mund të ndikojë në gjendjen e rëndë të popullsisë së vendit që përballet me shkallë të lartë të papunësisë e që ka kurzuar edhe një shkallë të lartë të varfërisë, duke bërë që Kosova të radhitet si vendi më i varfër në Evropë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.